pikërisht në momentin, një ndër momentet më të rëndësishme të jetës tonë familjetare, festa e Shërbumit është në prag, festimet kanë fillu që nga dje sot nesër sipas rastit, por kryesisht momenti më i rëndësishëm është edhe tani pasi mesha e shej na jep mundësi për të përgatitur shpirtërisht që festën e Shërbumit të dimë të mësohen, ta gëzohen në Zotin, në praninë e Tij e në dashurinë dhe në mëshirën e Tij. Të lutemi, bojë që të pushteshëm dhe jam shumë, bojë të meritojmë të marrim pjesë në gëzimet e ngjalljes së Krishtit Birit tonë, që me Ty jeton në mbretëror në bashkim me Shpirtin e Shenjtë Hyj për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë, turma e popullit futur kundër Parit të Silas. Pretorët, pasi u hoqën petkat, urdhëruan të rrahen me frushkuj. Pasi rrahën e i coptuan, i hodhën në burg dhe urdhëruan rojtarin të ruajë me kujdes të madh. Ky, pasi mori një urdhër të tillë, i futi në pjesën e brendshme të burgut dhe këmbët u lidhin me pranga. Rreth mesnatës, pali e Sila luteshin duke i kënduar hyjin himne, të burgosurit i dëgjonin. Kur papritmas u bë tërmet i rënd, saqë u lëkundën themelet e burgut. Për një herë u hapën të gjitha dyert dhe të gjithëve u ranë prangat. Rojtari i burgut u zgjua. I dëgjoi fjalët e gojës sime, të këndoj në praninë e engjëve, të adhuroj në drejtim të tempullit tënd të shenjtë. Në mirësinë tënde më eja në ndihmë, o Zot. E lavdëroj emrin tënd për dashurinë e besnikërinë tënde. Sa herë të thirra në ndihmë, Ti më vështrove. Shpirti tim ja kërkëndezet fuqit. Në mirësinë tënde më eja në ndihmë, o Zot. Tani po shkoj tek ati që më dërgoi dhe askush prej jush s'po më pyet ka po shkoj. Por pse ju thash këto, zemrat tuaja i mbushen me trishti. Por unë po ju them të vërtetë. Është më mirë për ju të shkoj sepse po që shkova mbrojtësi nuk do të vi te ju, kurse po shkova do ta dërgoj te ju. E kur të vije ai, do ta vërtetoje, se bota është gabim në lidhje me mëkat, me drejtësi dhe me dënim. Jetën e njerëzve kjo gjë, që nuk ka fort punë mirë, sepse njeriu zonë prej Zotit një dhuratë të një ndërgjegjje të jashtëzakonshme për gjithçka që bën, për sjelljet e tija, për jetën e tij, për raportet e tija. E pastaj ka edhe një prani tjetër që te kalon këto, që është një prani e një plotësie jashtëzakonshme që nuk përshkruhet me fjalë. Ato ndjehen tërësisht të trishtuar për këto, sepse mendojnë se do të jetë vetëm. Jezusi thotë, ju do të gëzoheshit, kur t'i kuptoni fjalët e mia, do të gëzoheshit se po shkoj. Sepse por më shkova, mbrojtësi nuk do të vije. E kur thotë fjalën mbrojtësi, e ka fjalën për Shpirtin e Shenjtë. E lutemi atë për raportet mira të besimtarëve nga një tjetër. Është një përgjegjësi që dërgohet vetëm me një angazhim të madh.
shpeshherë duke fituar të vetën dhe egoizmin e tyre, por duke pasur në qendër të vëmendjes Krishtin, dashurinë e tij e paqen e tij që nuk shprehet. Detyre jona të rregojmë ty o Zot në çdo kohë, por sidomos të madhërojmë më në arenën e të kohë kur krijuar Krishti i shpërim. Me fitoren ndihmëkallëtin në rikëndën marë rrezullim, e në Krishtin na ripërtërinë e jetës. Misteri i fesë. Laudiate te